Situata në lindjen e mesme duket se nuk po qetësohet e përkundër po shkon akoma drejt tensioneve më të mëdha. Për të folur mbi çfarë po ndodh atje, kam të ftuar në një lidhje direkte Fatmir Merkoçin, analist dhe njohës shumë i mirë i gjeopolitikës. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit dhe juve. Zoti Merkoçi, si po e shikoni zhvillimin e kësaj lufte, ecurinë e kësaj lufte në një kohë që Irani ka nisur të bombardojë dhe strukturat e gazit në Katar, e ndërkohë në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka pasur disa drejtues agjencish të cilët i kanë dalë kundër Donald Trumpit duke theksuar që Irani nuk përbonte rrezik për Amerikën. Lufta, ajo që kemi diskutuar që do të vazhdojë, nuk do jetë lufte ditore, ashtu siç u pretendua, dhe është një luftë e nisur tashmë e bërë fakt publik, i nisur nga Izraeli. Ajo që është kryesore është se tek Trumpi vërtet që ka nga maga sidomos ka reagime dhe ka pasur edhe dorëheqje, domethënë të kryetarit të sigurisë kombëtare të Amerikës, i cili thotë se lufta nuk është Irani nuk ka qenë kërcënim për Shtetet e Bashkuara, ashtu siç ishte edhe mbrëmë në Senat që bëhesh një takim i shefës së mbrojtjes, e cila dhe ajo nuk arrinte të përgjigjesh pyetjeve të Senatit për sa i përket Iranit, sigurisë Amerikës, ka shi Iranit ta bënte rrezik Irani për Amerikën. Kjo tregon hapur që Netanyahu arriti ta fusi Trumpin në luftë, bashkë me Trumpin kuptohet Amerikën, dhe ta tërheqi në atë synimin e tij për atë çfarë u deklarua në luftën 12 ditore, kur Netanyahu shpalosi në një konferencë shtypi që bëri, shpalosi domethënë atë idenë e Izraelit madh, duke nxjerrë edhe hartën e Izraelit madh. Kështu që Izraeli gjithmonë është munduar nëpërmjet mbështetjes totale që ka pasur nga Amerika të shtrojë territore dhe të bëjë atë çfarë ai ka dashur të bëjë në Gaza për të qenë një komandant në të gjithë lindjen e mesme. Si duket, synimi i Netanyahu gjithmonë ka qenë për të spërstuar nga Amerika, për të spërstuar në Izrael. Domethënë gjithë vëmendja dhe gjithë komanda e botës të kalote në Izrael dhe jo më në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mos harrojmë se kjo kërkesë e Netanyahut për sa i përket goditjes së Iranit, pra hapjes luftën me Iranin, ishte qysh në kohën e Obamës, ja kërkoi Obama, ja ka kërkuar edhe Joe Biden, nuk pranuan. Gjeti një moment ku nuk di se si, po arriti që me Trumpin ai ta realizoi. 7 takime që ka bërë Netanyahu brenda vitit, si në asnjë president tjetër, domethënë, arriti që ta bin Trumpin me këtë idenë që do ta fitojmë luftën brenda disa ditëve, vrasja e Khamenei do jetë fundi i Iranit e gjëra të tilla, domethënë që arriti që në fund fare të fusi dhe Amerikën në luftë. Dhe unë ja u kam thënë që ditën e parë që kjo nuk është lufta e Amerikës me Iranin, është lufta e Izraelit, sepse Izraeli, mos harrojmë se është i vetmi vend që Irani është i vetmi vend që ka mbrojt Palestinën, kështu që ishte kalimi i fundit, themi, se shtetet e tjera të gjirit Izraeli i kishte nën kontroll dhe i kishte nën kontroll, kuptohet gjithmonë nëpërmjet Amerikës, duke qenë bazat amerikane patjetër që ai i komandonte, dhe mendonte se duke thyer edhe Izraelin, atë Iranin, do bëhesh superfuqi e lindjes mesme. Pa llogaritur pastaj me deklaratën që po Netanyahu e ka bërë, që pas mbarimit, pasi të marrë
Shiitët do filloj me sunitët, pra do të fillonte edhe kishte synimin për të vajtur dhe me një përplasje me Turqinë, gjë që do ishte katastrofë më e madhe akoma. Dhe këtë e shohim në lëvizjet që kanë bërë. Amerikanët asnjëherë nuk kanë qenë që të goditen pusit e naftës apo rafinerinë e naftës. Në një kohë që Izraeli goditi qoftë cisternat e naftës, qoftë edhe rafinerinë e naftës në Iran, dhe Irani u kundërpërgjigj në pambrëm, ju përgjigj edhe mbrëm ju përgjigj me një goditje po të rafinerisë së naftës së Katarit, ku është edhe një pikë kryesore, domethënë e përcjelljes së naftës, e përcjelljes së gjithë naftës në atë zonë. Pra kemi një diskordancë ndërmjet qëllimeve të Izraelit dhe qëllimeve të Amerikës. Amerika gjithmonë ka qenë për ndryshim regjimi në fillim, për bombën bërthamore, dhe në fund fare Izraeli del me synime të tjera, duke ra qoftë edhe Libis, duke ra dhe qoftë edhe Katar, zonave të cilat i ka përreth, dhe duke pretenduar se do bëjë edhe një pushtim me trupa tashmë në Libi. Shohim se si do eci, por deri tani Irani ka treguar që ka një strukturë të konsoliduar, qoftë edhe me vrasjet e komandantëve që janë bërë në Iran, nuk kanë sjell absolutisht asnjë lloj frenimi apo destabilizimi për sa i përket vijës së ushtrisë apo të komandës. Domethënë në momentin që janë goditur komandantët e ushtrisë, ata janë kundërpërgjigj në mënyrë të rrufeshme, tregon që ka një strukturë tjetër e cila nuk mundet zinxhiri komanduesi i Iranit nuk mund të shkëputet, domethënë me vrasjen e njërit apo të tjetrit. Kjo tregua edhe nga deklarata që bëri zëdhënësi i Gardës Revolucionare, ku tha pavarësisht se kush vritet tek ne vazhdojmë akoma të jemi në zinxhirin komandues, domethënë mos të ketë absolutisht asnjë lloj pengese për sa i përket të vazhdimit të luftës, dhe lufta do vazhdojë. Madje ai deklaroi që ishte një deklaratë që ndoshta edhe surprizte, kur tha që akoma nuk kemi nxjerr armatimin tjetër, domethënë armatimin e fundit. Nuk dim se çfarë raketash mund të ketë, çfarë dronësh mund të ketë të tjerë, por deri tash ka treguar që luftën po e bën në mënyrë selektive, po godet objektiva të cilat në çdo goditje është me precizion të lartë. Konsolidohen edhe pak në këto momente, konsolidohen pak edhe aleancat, duke treguar haptas që ka një mbështetje totale ndërmjet Iranit edhe Rusisë apo edhe vetë Kinës. Kështu që kjo do jetë një luftë e gjatë. Ajo që Khamenei e tregoi qysh në para se të nisë lufta, nëse ne do goditemi, do jetë një luftë e cila do ketë shtrirje territoriale, gjë që ndodhi, dhe Irani do përgjigjet në të njëjta mënyrë që do na godasin apo do na sulmojnë. Dhe edhe kjo prapë është e vërtetuar, pra Irani në asnjë moment nuk ka ndaluar së godituri. Por kjo luftë, ajo që bën më tepër përshtypje, bën atë reagimin që ka pas në Amerikë. Pra sidomos në MAGA gjithmonë ka pas kontradikta shumë mëdha, sepse nuk është ajo që është kryesorja. Amerika nuk ka nxjerr qëllimin e luftës. Pra kush është qëllimi që Amerika është fut në luftë? Ata këtë po kërkojnë. Synimi i Amerikës. Kush është synimi që Amerika është fut në të luftë? Me çfarë ide është bërë? Mos harrojmë se duke kaluar koha prej 90 ditore,
Trumpi pastaj është i detyruar t'i kërkojë Kongresit Amerikan për vazhdimin e kësaj lufte, kështu që prandaj dhe kërkon ta mbylli këtë luftë sa më shpejt pa vajtur në Kongres. Në Kongres nuk besoj se pastaj do ketë shumë përplasje të mëdha dhe nuk besoj që do të jetë më në gjendje për ta vazhduar Amerika luftën. Deri në këtë moment dhe në këtë kushte. Zoti Merkoçi ka pasur një deklaratë mjaft të fortë Mustafa Khamenei, djali i Ali Khameneit, i cili tashmë është lideri suprem, që Irani do të ndërmarrë veprime mjaft hakmarrëse për vrasjen e liderit të sigurisë kombëtare të Iranit, i cili u ekzekutua 2 ditë më parë në disa, po themi, bombardime nga Izraeli. Si e shikoni këtë zhvillim dhe a duket sikur palët tashmë po futen në kërcënim akoma më të mëdha se që ishim më përpara? Ajo që prandaj thash që nuk po përputhen edhe veprimet apo ato çfarë Amerika kërkon dhe çfarë bën Izraeli. Nëse vritet domethënë një komandanti i cili ishte një nga njerëzit më moderator, ishte një nga shkencëtarët e Iranit dhe ishte njeriu i cili ishte ulur në çdo bisedime, ishte ulur me Amerikën dhe ishte njeriu më i pranishëm për Amerikën, më i pranueshëm në të gjithë bisedimet ka qenë. Dhe goditja e tij tregon se mas këtij do të vi, dhe kjo nuk po kuptohet që nëse ti vret dikë, mas atij do vi dikush tjetër që është më radikal, themi, më i egër. Pse? Sepse në të gjithë deklaratat atë iranian të kanë thënë, do marrim hak për viktimat, jo vetëm për komandantët, jo vetëm për njerëzit e familjes, po mos harroni se aty janë Khamenei i ri që është zgjedhur, edhe pse s'është Ayatollah u zgjodh, domethënë pikërisht për këtë, sepse ky është një njeri që i është vrarë jati, gruaja, fëmia, vllai, familja, domethënë, dhe ky tashmë nuk mundet të ulet në bisedime dhe të toleroj, se flasim edhe për një hakmarrje individuale në këtë rast. Plus pastaj që është goditur shumë edhe popullsia civile. Dhe në këtë moment, duke u goditur edhe popullsia civile, tashmë ata dalin me atë pjesën mbrojtëse që ne do marrim hak për të gjithë të vrarët tanë. Tekstualisht kështu thot, për të gjithë të vrarët tanë. Pra, jo vetëm të familjes time, por për të gjithë të vrarët tanë. Kështu që kjo është një hakmarrje e cila ata e legjitimojnë me sulmet që janë bërë. Mos harrojmë se që në sulmin e parë që Izraeli bëri, goditi një shkollë ku u vran 130 ca vajza, fëmijë të vegjël. Dhe ata nuk mund ta harrojnë këtë, nuk mund ta falin. Prandaj thash edhe vrasja që u bë pardje e komandantit ishte një nga njerëzit më i pranishëm në të gjithë bisedimet që bëheshin me Amerikën. Nuk di sot se kush do ulet në bisedime, se do vi një moment që do ulet në bisedime, sa do të zgjasë lufta, sa do të bëj, prapë do ulesh në bisedime për të kryer një marrëveshje. Dhe unë nuk e di tashmë se kush do ulet me këta. Dhe ndoshta Izraeli këto po kërkon që të konfliktoj në të gjithë zonën, sepse nëse generalet apo Amerika i thot mos godit rafineritë e naftës, ai godet rafinerinë e naftës. Dhe Izraeli pastaj përgjigjet me një tjetër monedhë. Pra kemi sulme dhe kundër sulme. Po sulmet, po t'i shohim sulmet, sepse është një problem. Të ndaloj Irani sulme, por sulmin i ka nisur Izraeli. Mi po është Izraeli i cili nuk po jep shenja për të cilat thot unë nuk do sulmoj. Po Izraeli gjithmonë sulmon dhe pastaj kur kundër përgjigjet të gjithë thonë, po pse kundër përgjigj, pse sulmoj? Po patjetër do sulmoj. Nuk është kaq e thjeshtë. Sepse të gjithë tashmë po ngrihen tek ajo pjesa
tek ajo pjesa që i gjithë ky sulm po bëhet për ndryshim rendi, botror, rendi i ri, më the thash, po rendi i ri, kush është rendi i ri herë e para? Se duhet dim edhe kush është rendi i ri. A ka synim Amerika për ta kthyer në një rend të ri? Për ta bërë botën multipolare? Se duhet të shohim edhe këto gjëra. Se shumë e thjesht, bëhet rendi i ri si? Do bëhet bota multipolare? Pra Amerika të heqi dorë nga të gjitha hegemonitë që ka pasur? Apo Izraeli kërkonte që të bënte atë Izraelin e madh dhe pastaj ta sfumonte Amerikën dhe ta spostote të gjithë politikën dhe të gjithë vëmendjen tek Izraeli. Pra të kërkonte një Izrael komandues. Një Izrael që do pushtonte pastaj çdo gjë, se duhet kuptojmë një gjë, ata që kanë lindjen e mesme, kush ka lindjen e mesme, zotron gjithë botën, sepse aty është pasuri shumë e madhe. Se çdo gjë është ekonomike në fund fare, nuk është luftrat vërtet bëhen. Ka luftë, ka ideologji, ka dhe ekonomi, po të gjitha përputhen tek ekonomia. Ju shihni me një luftë që bëhet, domethënë atje fillon çmimet e naftës fillojnë të rriten, por kur rriten çmimet e naftës fillojnë rriten të gjitha produktet e tjera. Se çdo gjë është e lidhur me naftën. Qoftë industria, qoftë bujësia, qoftë edhe transporti. Pra të gjitha janë të lidhura. Dhe nuk mundet tashmë ta kanalizojmë vetëm sepse ne duam të heqim regjimin. Po kush e mendon, pse kujtoni ju se Izraelit po i bie ndërmend se në Iran a dalin me perç, a dalin zbulut? Për çfarë flasim? Për diktaturë? Për diktaturën e kujt? Çdo shtet ka diktaturën e vet, në një farë mënyrë. Po Irani ka atë lloj forme të shtetit të tij. Po mos harrojmë se është një shtet prej 3000 vjetësh, 5000 vjetësh. Është i vetmi shtet që s'ka ndryshuar ndonjëherë kufit. Janë edhe Perëndëria Osmane nuk arriti dot ta pushtonte Iran. Dhe ta vënë në thundrën e si. Mos harrojmë se është rruga më ndafshit. Përplasin të gjithë interesat. Në Iran përplasin interesat. Qoftë Kinës, qoftë Rusisë, qoftë Amerikës, qoftë Europës. Sepse nuk është kaq e thjeshtë. Lufta në Iran. Nuk kemi të bëjmë me luftën e Libisë, e Kuvajtit. Kemi të bëjmë me luftën e Iranit. Irani është një gordian. Plus është një popull mjaft i madh, ka një shtrije territoriale mjaft madhe, është sa gjithë Europa. Irani nuk është një vend i vogël. Plus historia, plus kultura që ka. Ata janë pjesët e tyre. Dhe qëndresën e tyre, ku këta menduan se vdekja e Khameneit dhe disa liderëve do rrëzote qeverinë e Iranit, bëri të kundërtën. Populli u bashkua, u forcua më tepër, dhe nuk ke absolutisht asnjë lloj proteste, asnjë lloj gjëje. Se nëse ti fillon dhe vret fëmijë, nëse ti bën terror duke shpërthy puset e naftës, që derdhet nafta në rrugë e merr flak, ti e kthen në bumerang, atë çfarë ti ke në mend. Dhe plus, ata justifikohen me pjesën që nuk jemi ne që goditëm, që e nisëm këtë luftë. Është Izraeli që e nisi luftën.
Zoti Merkoqa, besoni se ka ardhur në një pikë që SBA dhe Izraeli kanë konflikte njëri me tjetrin dhe Donald Trump dhe Netanyahu duket sikur s'janë dakord të lidhur me sulmet ndaj Iranit? Sulmi i parë, që gjëja fillon në fillim, sulmi i parë që është bërë nga Netanyahu, masi është kryer sulmi, është lajmëruar Trumpi për sulmin që është bërë. Pra nuk është një dakord, kanë pasur një presion kashi Irani, duke sjell aeroplan mbajtëse, duke sjell të gjithë armatimin thash nga ana e Amerikës, pikërisht për ta ulur në bisedime. Mos harroni se kur ka nisur sulmi, kanë qenë palët, qoftë pala amerikane me kushtrin, apo qoftë pala pikërisht me komandantin të cilin u vra, kanë qenë në bisedime dhe ranë pak a shumë dakord për sa i përket bombës atomike, të cilët ata e kanë të deklaruar dhe thoshin ne kemi fetfa që ne nuk mund ta pardhojmë sepse nuk Khamenei vetë kishte nxjerr, ranë dakord për uljen, reduktimin e uraniumit në 1.3% dhe për 5 vjet nuk do prodhonin më. Pra atë që kishin do ta shfrytëzonin atë që kishin, dhe kur palët u nisën në qeveritë e tyre për të biseduar me qeveritë e tyre, në këtë moment, sepse ishte hera parë që uleshin në tavolinë, se ju e dini shumë mirë që bisedimet me Omarin kanë qenë bisedime në distancë. Nuk ishte hera parë që ulën në tavolinë, kushte ishte hera parë që ulesh në tavolinë me ta. Dhe në momentin kur ikën tek qeveritë veta, në atë moment pa kaluar 24 orë u godit Irani nga Izraeli. Pra ne dhe në këtë luftë e ka nisë Izraeli për qëllimet e tij. Qëllimi që ai ka. Sepse kjo luftë do nxjerrë shumë gjëra. Do nxjerrë edhe ato mbetjet toksike që janë të gërposura, qoftë edhe në rripin e Gazës. Se ato mbetjet të cilat Italia i prodhon dhe ku i çon, ka sjell aty i kanë sjell. Dhe këto janë gjëra që do dalin më mbrapa. Janë me ton. Këto do dalin më mbrapa. Por kjo luftë ka nisur nga Izraeli. Dhe ju po e shihni që edhe vendet e Europës u spostuan. Nuk i përgjigjen. Po kjo është edhe një goditje që merr NATO. Vendet e NATO-s të përgjigjen. Pra Trumpi në këto momente është në atë konfliktin ndërmjet tij dhe Izraelit, apo Netanyahu vet. Nëse është gjallë, se s'dim a o gjallë a o tek, se u bo ditë që s'del. Kështu që, prandaj edhe brenda Amerikës janë këto lloj kontradikte, sepse duhet të kuptojmë një gjë. Në Amerikë nuk është kaq e thjeshtë, edhe pse je president, nuk është kaq e thjeshtë që njerëzit të bindën në atë tëndën çfarë thua ti. Sepse edhe atje ka një shtab, themi, të cilët edhe të kundërshtojnë, të cilët edhe të kërkojnë llogari për atë çfarë bën. Se janë miliarda dollar të hedhura në këtë luftë. Nuk është kaq e thjeshtë. Dhe mos harrojmë se amerikanët nuk janë mësuar të bëjnë lufta të gjata, nuk janë mësuar, por nuk janë të përgatitur për të bërë lufta të gjata. Dhe sidomos në distanca kaq të largta. Se një aeroplan mbajtëse aq e ka qendresin e saj. Është me kohë, çdo gjë. Aq armatim mban një aeroplan mbajtëse. Pastaj duhet të kthehet në bazë, të furnizohet. Se nuk furnizohet dot as në det. Dhe këtu është, pra ne thojsh në fillim që lufta do zgjasë 5 ditë apo 2 javë. Sa i shkon? 15 deri 20 ditë armatim shkon.
sepse duhet ndru ekipazhi, duhet bërë furnizime, duhet bërë riparime. Është distancë shumë e largë. Prandaj është nisë edhe aeroplan mbajtja tjetër për të bërë zëvendësim apo furnizim. Ja, nuk është kaq e thjesht lufta. Këta e menduan që në teorinë e Netanyahut që Irani është një tigër për letre. Sepse në luftën 12 ditore e gjetën të paprgatitur, Irani nuk arriti ato ditët e para, sidomos nuk arriti të kryej sulme, u fut Amerika bëri atë bombardimin dhe u mbyll. Mirë, në këtë lloj lufte 12 ditore iranianët mësuan shumë nga taktika, mënyra e përdorimit dhe vendodhjet. Dhe prandaj u goditën në këtë lloj forme. Të gjithë radarët ju goditën. Tashmë kanë ngjen me i sy. Tashmë kërkohet një incident, kërkohet një formë. Ajo që ndodhi me Turqinë, që kërkoa që Turqia të futesh patjetër në luftë me Iranin. Turqia nuk e mori përsipër. Se tha duhet hetoj një herë se nga kanë ardhur raketa. Sepse futja e Turqisë pastaj do të nxjerrte probleme të mëdha. Mirë, Izraelit i leverdis, Amerikës nuk i leverdis kjo. Prandaj është kontradikta ndërmjet Izraelit dhe Amerikës, se veprimet e Izraelit me atë çfarë Amerika afron dhe Amerika e ka sugjeruar, Izraeli nuk po i zbaton, po bën të kundërtën. Dhe këtu tash do shohim si do të vazhdojë, por që kjo betejë dhe kjo luftë do zgjasë, nuk diskutohet, nuk mbyllet lufta sot. As nesër, as pas nesër. As me imurin, as me dy. Kjo është luftë që do vazhdojë dhe do zgjasë. Irani ka mbajt luftën në Irak, Iran ka zgjat 8 vjet. 9 vjet sa zgjati. Kështu që Irani është përgatitur për sa i përket përplasjes me Izraelin. Ka dekade që përgatitet për këtë. Prandaj ka dhe gjithë atë lloj armatimi dhe të gjithë ato lloj industrie që ka bërë. Po mos harroni se industria e Iranit, pavarësisht se ai këta dalin dhe deklarojnë janë goditur 60.000 objekte. Po nëse ti do kishe godit 60.000 objekte dhe do ishin efektive, atëherë si dërgoj raketa, ky ka 60 raketa të dërgojnë mbrëm prapë. Si është e mundme? Dhe të gjithë raketat ky po i dërgon me objektiv të saktë. Janë s'ka më nevojë të hedhë ka 300 raketa, e 300 drone, e 500 drone. Sepse me një raketa ai po godet objektin. Kjo është diferenca e ditëve të para me ditët e fundit. Dhe po i dëgjoj që edhe këta po arrin atë se thot 80% e ka ul, 80% po e ka ul. E ka ul me objektiv të saktë. Pra, nëse ditët e para çote 10 raket për të goditur një objektiv, sot s'ka nevojë, çon vetëm një. Dhe këtu është ajo lufta që do të zgjasë Irani. Se Irani sa më shumë ta zgjasë luftën në kohë, është në fitim të Iranit. Se Irani është në vendin e vet. Irani s'ka nevojë të bëjë ecejake. Por Izraeli duke hapur dhe frontet e tjera, Izraeli do të thotë te bën luftë me Iranin, te është me Amerikën për të bërë luftë me Iranin, te i bi prap Gazës, te i bi vendeve të tjera të Golanit. Pra tregon që kërkon ta shtrijë territorin e luftës në gjithë vendet. Dhe prandaj ndodh edhe kontradiktat brenda
magës në Amerikë. Sepse të gjithë po kuptojnë që nuk po luftohet për Amerikën, po luftohet për Izraelin. Dhe këtë e kanë deklaru edhe liderët e vendeve botërore. Që kjo luftë nuk është e jonë, nuk është e NATO-s, nuk është e Amerikës. Në këto kushte jemi tashmë. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën.